Shkolla profesionale Ndremjeda në Bushat u zgjodh si destinacion për organizimin e konferencës së dytë rajonale të turizmit në qarkun e Shkodrës, me pjesëmarrjen e shoqatave promovuese të turizmit, nxënësve dhe stafit mësimor të shkollës. Nënkryetari i Këshillit të Qarkut Maxhit Cungu shpreh optimist për interesin e shtuar të rinjve ndaj arsimit profesional. Cungu tha se është domosdoshmëri angazhimi i këtyre të rinjve në sektorin e turizmit. Pasuria e madhe natyrore nuk është kushti i vetëm për zhvillimin e turizmit. Duhet që të kenë platforma të qëndrueshme për menaxhimin e këtyre resurseve, për aktivizimin sidomos e një komponentit shumë të rëndësishëm siç janë burimet njerëzore. Shoqata italiane Cospes, bashkëorganizatore e kësaj konference, i jep përparësi turizmit si mundësi punësimi për të rinjt. Ka si qëllim që të ftoj të gjithë aktorët lokal për t'i bërë të gjithë së bashku, me qenë se sektori i turizmit është një ekonomi e cila do të sjellë në të ardhmen një zhvillim të territorit, një punësim të rinjve. Të tjerë gjithashtu e shohin zhvillimin e turizmit si një mënyrë për të shmangur emigracionin masiv nga zonat rurale. Një nga plagët e shoqërisë sonë është emigrimi. Dhe kështu duke nxitur vetë punësim, kjo është një hap shumë pozitiv sepse i shtyn ata që të qëndrojnë këto zona dhe të nxisin ekonomi të vogla familje. Mikpritësi i kësaj konference, drejtori i shkollës Shkëlqim Shimaj, foli për nevojën që kanë nxënësit të përfshihen në projekte të turizmit. Konferenca sotme është edhe një shenjë mirë për shumë të rinj të cilët marrin përsipër sot të aplikojnë në fushën e turizmit me projektet e tyre të cilën ato kanë dëshirë të ndjekun nesër në të ardhmen.